Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi, Radio Malizi, Pak Kufi. Programi i përbashkët me zhvillimet që të kalojnë kufinë shtetëror. Pak Kufi. Përshëndetje nga studio Radio Tiranës, të dashur dëgjues. Po takohemi si çdo të njëjtë në emisionin tonë të përbashkët Pa Kufi, Radio Tirana, Radio Kosova, Radio Shkupi dhe Radio Malizi, ku për 60 minuta diskutojmë tema dhe aktualitete që preokupojnë qytetarët e vendeve tona. Këtu nga studio e Radio Tiranës, një përshëndetim nga unë Jahomër Gjeka. Sot kemi zgjedhur të flasim për një temë nga infrastruktura rrugore, në saktë hekurudhore e vendeve tona, por do të qëndrojmë konkretisht tek projekti i hekurudhës Shqipëri-Kosovë, që është një arterje e re e kombit ton shqiptar. Do të përshëndes të ftuarin që kam në studio. Këtu jam me zotin Geri Selenica, është drejtor i qendrës shqiptare të studive strategjike. Përshëndetje zoti Selenica. Përshëndetje, faleminderit që keni ardhur sot në Pa Kufi. Pas disa kohësh kishim shumë nevojë sot t'ju kishim përsëri. Me kënaqësi. Do të shkojmë në studion e Radio Kosovës, aty është kolegja Mirvete Uka. Mirvete, përshëndetje, apo dëgjohemi? Përshëndetje, Jaho, po ju dëgjojmë shumë mirë. Ju përshëndes këtu nga studio e Radio Kosovës, ju dhe mysafirin tuaj. Përshëndes po ashtu dhe kolegta në 2 studio tjera. Unë sot kam ftuar ekspertin e telekomunikacionit, zotin Nol Dedaj. Faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit Pa Kufi sot si mysafiri i Radio Kosovës. Faleminderit Mirvete. Nga Radio Shkupi, kolegu Mehmet Ali Yusufi sot nuk do t'i bashkëngjitet emisionit Pa Kufi për arsye të tragjedisë ndodhur atje me 59 viktima, të cilat në fakt u përcollën sot për në banesën e fundit. Ne natyrisht na mbetet t'i ngushëllojmë familjarët dhe të bëjmë një omazh për jetët të humbura. Dërsa në studion e Radio Malit të ftuar i kolegu Senat Gilaj është doktor Nexhat Avdiu, njohës i komunikacionit rajonal dhe profesor i gjeografisë turistike. Kronikën e përgatitur nga kolegu Gilaj do ta transmetojmë përgjatë emisionit. Do ta fillojmë diskutimin këtu në studion e Radio Tiranës me zotin Selenica. Para disa kohësh kemi qenë bashkë këtu në Pa Kufi dhe kemi folur për fillimin e studimit të fizibilitetit, fazën kur ishte atëherë në 2023, nga fundi vitit 2023 mos gaboj. Ndërsa tani ka përfunduar kjo gjë, janë përcaktuar modalitetet e hekurudhës Shkodër-Gjakov në kuadër të projektit të madh të hekurudhës Durrës-Prishtinë. Pra ne do ta fillojmë me Shkodër-Gjakov. Ishin 3 variante atëherë kur ishim në Pa Kufi para disa kohësh. I përmend 3 variante. Tashmë është zgjedhur gjurma, siç i thoni ju. Pra nga Shkodra do të kaloj nëpërmjet Prekalit, me tunel Lekbibaj, Fierz, Bajramcuri, Çerniçi dol edhe poshtë qafës Murinës, dhe dol direkt në Gjakov. Atëherë, diçka për parametra teknik për ato se çfarë arritet deri tani, edhe për ato se në shoh që keni marrë dokumentacionin e plot me vete, ne nuk kemi kamerë, fatkesisht jemi vetëm me audio. Dojmë të asajnë me dojë. Ta themi me fjalë. Tashti, kanë qenë 3 opsione. Fatikisht, ose më saktë 2 kryesore, një përgjatë rrugës kombit, nga Miloti deri në Prizren, dhe versioni tjetër ishte nga Shkodra në Gjakov, që do t'i binte o nga lugimi Prekalit, ose do t'i binte luginës nga Vardejës, do të thotë të nisek nga Koman, nga Mjeta. Mjet, Vardejës, Koman, edhe pastaj liçeja, duke kaluar ndoshta edhe me ura. Pse vendos konkretisht kjo gjurmë, të cilën ju sapo e përmendet? Të them të drejtën, nuk kam qenë gjithmonë 50-50 për të 2 gjurmët. Gjurma më e kollajshme për të ndërtuar është paralel me rrugën e kombit, për arsye se ndahet në pjesë edhe bëhet më shpejt, por vështirësia më e madhe inxhinierie aty është një tunel rreth 14-15 kilometra, që nëse do të bëj këtë nga rruga e kombit. Po, që fillon diku nga Bisaku dhe përfundon në Skavic. Po, ky është tuneli më i gjatë. Tunelet vogla, tunele dhe në variantin që ky variant fatikisht ka drejtë qeveria,
kilometër tunel. Këtu varianti që ka zgjedhur qeveria është varianti më i kushtueshëm, për arsye se ka 36 kilometra tunele dhe ka 6 kilometra ura. Dhe studimi e thekson që ky projekt është nga projektet më të vështira inxhinierike në botë. Ki parasysh që tuneli nga Prekali deri në Lekbibej është 16 kilometra. Dhe kalon poshtë Lumiçales, për arsye se përvojën e ambientit. Kështu që ki parasysh në kushtet në eksperiencë që ka në infrastrukturën në Shqipëri, ky tuneli Murizit me 3 kilometra mori 7 vjet. Ose 6 kilometra ura që do të ndërtohen mbi lumin Drin, kur nuk ka as rrugë aksesi. Kjo Hekurull ka dhe 25 kilometra rrugë aksesi. Ndimse. Dhe imagjinojmë tash si do ndërtohen 6 kilometra ura mbi lumin Drin, ndërkohë që ura e Kuksit, mes Kuksit, më nga 5 vjet. Kështu që vështirësia inxhinerike është ekstreme, por kjo nuk është, por kjo është një punë që duhet bërë. Atëherë përfundimisht, pse u zgjodh ky projekt ka gjë vështirë? Tash unë nuk jam pjesë e qeverisë dhe nuk e di pse ka zgjedhur qeveria. Arsyeja kryesore faktikisht e di sepse duhet të faktorizohet veriu. Kjo është për të përshëndetur. Dhe për këtë pikë unë jam absolutisht pro. Dhe edhe sikur të kushtoj pak më tepër, duhet bërë sepse jep jetë Shkodrës, Malësis, gjithë vajtepën, Alpeve, dhe bukur është jep jetë në mënyrë të pastër, sepse nuk lejon makina, shkon me tren. Është si në Zvicër. Kështu që vetëm rrugë kurrëzore. Alpet jo automobilistike. Alpet bëhen si punë e Zvicrës. Kështu që nga kjo pikpamje, unë jam shumë pro kësaj. Ne faktikisht kemi opsioni tjetër ishte nga, siç e thash, nga Validejës, nga Mjemra. Por ne unë partneritet me 3 kompani më të mëdha amerikane. E para është kompania më e madhe e ndërtimit tuneleve në botë, Robbins. E dyta është kompania Caterpillar, që mund ta keni dëgjuar, dhe e treta është kompania projektuese më e mirë e tuneleve në botë, Tyrrell amerikane. Para 6 muajsh i kanë dhënë propozim qeverisë shqiptare për projektim, ndërtim dhe financim të Hekurullës, pa i kërkuar garanci sovrane. Sa do ta bëja pyetjen, gjithë këtë projekt kaq të vështirë inxhinierik, a kemi fuqi ta ndërtojmë ne, edhe sikur ti kishin parat. Ja që nuk e di a i kemi si kemi. Tash unë jam ekonomist, ta shpjegoj shumë thjesht. Qeveria 2 miliardë euro, që ti harxoj 2 miliardë euro, e vetëm mundësi është që ti financim deri nga buxheti i shtetit, që do të thotë që nuk besoj që e bën. Por, që ti marri borxh 2 miliardë euro, do t'i japi garanci sovrane. Dhe ka 2 miliardë euro garanci sovrane, buxheti i shtetit shqiptar nuk e jep dot, për arsye se prishet ratingu që është 3B- në S&P. Në momentin që prishet ratingu financiar i buxhetit të shtetit shqiptar, rritet përqindja e interesit, rritet kosto i paras. Nëse nuk e lejon FMN-ja dhe nuk e lejon institucionet botërore, qeveria shqiptare të marrë 2 miliardë euro borxh. Atëherë, po mirë, ka gjithmonë mundësi, tash t'ja u shpjegoj se edhe si projekt nuk financohet nga Berli, për shembull, që financohet Durrës Raniotit, Shkodra Raniotit, gjurma tjetër, ku ndërlidhet pastaj Shkodër Gjegov. Edhe Bezhi kërkon garanci sovrane. Nuk të financon njëri pa garanci sovrane. A shkon të mban të marrësh lek pa dhënë hipotekë? Nuk jep njëri lek. E para. E dyta, kam dëgjuar para ca muajsh kryeministin dhe shuta letër që thoshte ta financojë Breja. Këtë Hekurull Breja nuk e financon. Për arsye gjeostrategjike, konkurrencë të kësaj Hekurulle, që janë e para Greqia, Slovenia dhe Kroacia. Këto 3 shtete na kanë bllokuar në WBIF për të futur si korridor evropian Hekurulla Shqipëri-Kosovë. Në momentin që ti nuk e futur si korridor evropian, nuk përfiton asnjë lloj financimi nga Breja. Kështu që kjo Hekurull është delezez, edhe nëse do të fuj, tash hipotetikisht mund të zgjaste shumë, siç ju kam dëgjuar edhe në media të tjera. Po të futej, do njëherë nga 10 vjet të futesh te rrjeti dytësor, bësh studime të tjera. Dhe pasandaj për të futur në rrjetin kryesor do prap studime të tjera, pastaj do bësh një projekt të ri, do aplikosh, domethënë imagjinohet, Hekurulla Tiranë-Durrës ka 15 vjet aplikim në BE për 30 kilometra. Kështu që po jemi duke vazhduar dhe pak sa ta përfundojmë argumentin zotit Selenica, mirëvete. Apo dëgjohemi? Po ju dëgjojmë shumë mirë. Okej, ja, sa ta përfundojmë argumentin do vinë tek ju. Po, zoti, kështu që duke e para punës kjo Hekurull është e pafinancueshme. Po si do të në mjetet, në instrumentat që ka akses shteti shqiptar, por do të kuptoj parasysh, ka 3 kategorish financimi. Ka financim nga bankat, që janë
financime afat shkurtë, ka financime afat mesme, ka dhe financime afat gjata. Neve kemi akses në financimet afat gjata nga Wall Street, që është kapitali kryesor i parave amerikan. Po. Në botë, koncentrimi më i madh i parave është në Wall Street. Europa nuk e ka këtë kapitalizim parash. Kështu që neve kemi arritur të marrim një propozim për financim nga disa firma të Wall Streetit dhe kemi paraqitur qeverisë shqiptare që para 6 muajsh. Më thënë, ne kemi bërë një propozim që quhet EPC plus F, domethënë që do të thotë projektim, ndërtim dhe financim. Pa kërkuar garanci sovrane, që është një gjë shumë e jashtëzakonshme sepse financojmë 2 miliardë euro duke pa pas garanci vetëm herurat e herullës. Por ne kemi bërë modelimin financiar në mënyrë të tillë që do të financojmë Shqipërisë data center dhe Kosovës do të financojmë data center plus gasifikimin e Thëngjilit, nëse do të ndrojë politika, siç e tha presidenti Trump dje, do ndrojë politika shumë çështje ditësh. Kështu që ne po japim propozim që as qeveria e Shqipërisë, as qeveria e Kosovës mos usin duart në xhep. Dhe ndërkohë që në Kosovë ne propozimin do ta bëjmë jo deri në Gjakov, se nuk do presim pastaj BE-n ta ndërtojë deri në Prishtinë, ne do ta bëjmë çapmërin Gjakov, Prishtinë, Podujevë, Merdare, sepse duhet të kesh parasysh që po shihni studimin e austriak, ke hekurë Tiranë, Shqipëri, Kosovë ka një rendiment minus 7% në vit. Domethënë, do harxhosh 2 miliardë euro dhe humbasësh çdo vit 120 milionë. Më kupton? Po edhe ku është leveria atëherë duhet kuptoni edhe se një bashkë po bëj pyetjen po. Tash i ta kuptuar edhe gjusit. Hekurullat janë infrastrukturë publike, sociale dhe kanë efektin e shumëfishimit në ekonominë kombëtare 15 dhe 25 herë të vlerës investuar. Domethënë, nëse investojmë 2 miliardë euro në hekurulën Shqipëri-Kosovë, zëre se ke investuar 40 miliardë euro në ekonominë kombëtare. Prandaj kthem mbrapsht, po themi. Jo, po jep një platformë zhvillimi ekonomisë kombëtare. Prandaj Kina është e mbushur me hekurula, dhe të gjitha hekurullat dalin në humbje, por ka zhvilluar ekonominë. Ndërsa po ta lësh si biznes stand-alone që thon veç, hekurula nuk fiton. Për shembull, përndryshe do të ishte Amerika plot me hekurula, por nuk ka. Ka shumë pa zhvilluar rrjetin hekurulor, sepse nuk është fitim përse. Kështu që në këtë koncept ta mbaroj pak, po mbyll ekuacionin, neve propozimin e bëm paralel në 5 shtete. E bëm qeverisë Shqipërisë, propozimin ka qenë qeverisë Shqipërisë, qeverisë Kosovës. Në momentin që bëhet kjo, ne do të bëjmë propozim qeverisë Serbisë, që kemi bërë ndërkohë biseda, dhe kemi bërë propozim qeverisë Malizit dhe qeverisë Bosnjës. Për arsye se do të kesh parasysh që po ndonjë vetëm në Shqipëri, Kosovë, kjo humbet nga minus 9. Nuk është rendabël. Po u lidh me rrjetin hekurullor. Hekurulla përnënisht neve na lidh me Ballkanin lindor, rajonal, ballkanik. Dhe hekurulla Malizit-Bosnjë neve na lidh me korridorin 5C, dhe na lidh me Evropën. Ndërsa që hekurulla Malizit-Bosnjë në pjesën e dytë jep pavarësinë hekurullore nga Serbia edhe Shqipërisë dhe Kosovës. Po, se është një drejtim ku del në këshiq mostar. E kemi projektuar ato. Në detaje do të flasim pastaj edhe për ato që Durrës, Shkodër, Gjakov, Prishtinë edhe në tutje, edhe për portin e Durrësit, për disa realitete që janë të ndërlidhura me njëra tjetrën bashkë me hekurulën. Faleminderit për këtë pjesë, Geri. Do të flasim pak për Koston, një projekt i ideuar që në vitin 2002, por që veç në vitin 2023 u hap procedura tenderuese dhe nga ai që kishte fituar këtë tender u dha një ide tjetër, jo 2 trase që ishin propozuar më parë, por kostoja nga 800 milion tani thuhet se do të arrijë në 1.7 miliard, 1 miliard e 700 milion. Po flasim fillimisht për problemin rreth asaj, a mund ne zoti Gerti në studion e Radio Tiranës na tregoj pak edhe specifikat e kësaj, 36 kilometra tunel, 6 kilometra ura dhe 25 kilometra rrugë aksesi që tani e paraftyroj që një projekt jashtëzakonisht i madh dhe i vështirë për të realizuar. Po flasim pak për Koston. A kemi kapacitete ne dhe Shqipëria që të mbulojmë këtë Koston? Buxheti i Tiranës sot e ka rreth 6 miliardë gjys, i Jonio 3 gjys
përfshirë do të 10 miliardë euro kemi buxhetin, që ka mundësi një pjesë të financohet edhe me vetë financim, derisa ekzistojnë edhe bankat botërore, pastaj edhe banka evropiane për zhvillim, që mujë me thithë edhe kredit leta ose si quhen nga kredit buta. Në qoftë se flasim tash për çmimin 800 edhe 1 miliard e 700 milion, mos harroni se në 2002 ka qenë trasa rrugore tjetër ka për Prizren, derisa trasa rrugore tash është për Shkodër, e terreni për Shkodër është jashtëzakonisht më i rëndë, do të thotë se ka tunela shumë ka, edhe unë e pova edhe ata që e kanë dhënë edhe Tirana gjatë studimit të fizibilitetit, ka tunela, ka ura, që do të thotë se edhe kostoja i rritet pastaj, po megjithatë, unë do të flas pak për rëndësia e Ekurudhës, lidhja mes Shqipërisë edhe mes Kosovës, nuk ka vetëm Shqipëri-Kosovë, po është lidhja me Shqipërinë edhe përmes Kosovës me ballkonin perëndimor. Prandaj është edhe lidhja pastaj edhe shkon, siç e thanë edhe prej Tiranës, lidhja përmes Nikshishit edhe lidhja me Bosnës edhe pjesa tjetër e Hungarisë, Kroaci-Hungari, edhe pse na kemi është edhe porti i Tivarit këtu në Malzi, pastaj është edhe porti i Kroacisë në Rijek. Pra, ajo që i jepet prioritet portit Dushit është sepse ka infrastrukturën e rrugës hekurudhore, e ka shumë atë qartë edhe pozitën e transportit hekurudhor, rrugor, edhe ajror dhe detar, e ka shumë më të përshtatshëm krahasim me portin e Tivarit edhe portin e Dushit. Pra, kjo është ajo përparësia e portit shqiptar që mund mu aktivizu gjitha llojet e transportit. Nëse na tash flasim edhe për një transport tjetër të integruar, do të thotë ose multimodal, që na si Kosovë nuk mund me shfrytzu këtë transportin e materi për shkak se jem si shtet i Kombeve të Bashkuara pranuar, por Shqipëria edhe neve na lehtëson shumë që përmes Shqipërisë me bëu edhe transportin multimodal, pra me zhvillu edhe transportin përmes transportit detar, hekurudhor dhe rrugor, mund me zhvillu edhe transportin multimodal pra përmes Shqipërisë. Pra kostoja të cilën është e përmendur se 1 miliard e 700 mijë euro ose 2 miliard euro që ashtu si lart, unë po them që edhe Kosova edhe Shqipëria është jashtëzakonisht e rëndësishme që kjo zhvillohet edhe për ekonominë tonë, për të dy shtetet që për me zhvillu edhe ekonominë. E tha eksperti Tiranës që nëse ne investojmë në këtë infrastrukturë të Ekurudhës me 2 miliardë, atëherë sigurisht se përmes llojeve të transportit do të kemi edhe 40 miliardë përfitime. Nëse kthehemi tash për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e di sa ka informacioni eksperti, po sa ka qenë një presidenti amerikan kur është privatizu Ekurudhat, ai ka heq krejt Ekurudhat për shkak se ka pas edhe fabrikën e prodhimit të kamionave me tonozha shumë të mëdha. Në Amerikë nuk e kanë të kufizuar me transporti rrugor sikurse na kemi 40 tonxhin, atje nuk e kanë. Edhe pikërisht është ajo për shkak e ka fituar tendencën dhe ka shkatruar krejt Ekurudhat dhe i ka shndruar në rrugë me 2-3 shrita të qarkullimit. Pra ka qenë interes ekonomik i një biznesmeni. Nuk ka qenë ajo pse nuk ka dhënë rezultat. Sot Ekurudha Prishtinë, Gjakov në Shkodër llogaritet që shpejtësia projektuese të jetë dikon rreth 80 km/h, që është një shpejtësi shumë e mirë, edhe që ne këtë relacion për 105 km do ta kalojmë për 1 orë gjys ose edhe më pak, për shkak se sigurisht se kjo nuk do të ketë shpenzime derivat, por do të jetë me elektrik. Unë e shpresoj, me qoftë se dikush që e ka bërë edhe studimin e fizibilitetit, sigurisht se e ka vendosur se kjo mënyra shfrytëzimit të derivatit të cilat do të tërheqet do të jetë ekologjike, do të jetë rrymës, edhe kështu që do të zhvillojmë edhe shpejtësi shumë të madhe krahasim me këto makina të cilat janë me dizela. Pra, është shumë e rëndësishme për Kosovën, për shkak të transportit masiv të mollit, prej bregdetit do të thotë transporti masiv nativ që është edhe prej detit, pastaj aty fillon ngarkimi në Ekurudha, me ngarkime masive, kështu një farë forme do të harrojmë
edhe kryqësinë do të harrojmë, edhe rrugën, po sigurisht se do të kryejnë edhe transporte masive, gjitha edhe në territorin tonë edhe Shqipërisë punojnë vetëm për këto 2 vende. Edhe diçka deshta të shtoj te shpenzimet, zoti Dedaj. Ne po flasim sot për projektin në Shkodër-Gjakov, por normalisht që kjo pastaj duhet vazhdojë nga Shkodra në Dorës dhe në Kosovë sigurisht edhe nga Gjakova në Prishtinë dhe tutje mbas edhe në Merdar, sikur një ide e mëhershme për të lidhur edhe gjithë Ballkanin perëndimor. Do të thotë një kostoshtesë. Po kthehemi pak tek marrëveshja e Washingtonit në vitin 2020, me që po flasim për një kost të bukur të lartë dhe mbase do të jetë shumë e vështirë edhe që të ndihmohemi nga BE, pa pasur një garanci, sikur e tha edhe mysafiri në studion e Radio Tiranës. A mund të kthej kjo edhe një herë atë marrëveshjen e Washingtonit ku një ndër pikat e kësaj marrëveshjes ishte edhe ndërtimi një hekurudhe të tillë? Që të ndihmohemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më konkretisht? Me sensun kam punuar me ministri edhe në të kohë, edhe kur apo projekti autoudhës, për me bo studimin e fizibilitetit edhe me thirr donacione ose pare prej bankës botërore, nuk na ka dhënë arsyeshmëria teknike për me kriju ose për me financu Evropa, për shkak se na kemi ndërprerë në Merdar autoudhën. Edhe në atë kohë ka qenë 800 milion, 900 milion autoudha dhe ka lënë 1 miliard e 300 milionë. Por kam guxia jonë për me bo durë se 2 orë e bo me vetë financim. Me vetë financim e bo, edhe pikërisht është që ajo sot na sjell neve miliona. Do thotë neve na sjell sot të rruga Ibrahim Rugova dhe rruga Kombit që janë të bashkuar na sjell miliona. Na kanë afruar nga afër Evropës, për shkak se na kalojmë vetëm bregdetin e Adriatikë dhe kalojmë në Itali dhe Italia është Evropë. A kemi vërtet përfitim ekonomik ne si Kosovë nga kjo, apo më shumë kemi parasysh zhvillimin e turizmit? Në 2002 kur kemi diskutuar autoudhën, neve na kanë thënë gjermanët se s'ka arsyeshmëri teknike. Pastaj ndërkombëtarët të cilët kanë qenë brenda ministrisë, na kanë thonë ka qenë një ministri i shmendur që ka filluar këtë proces të studimit fizibilitetit. Personalisht kam qenë në takim dhe kam thënë ka marrë një ministri i shmendur që ka me realizu këtë projekt madhor për neve. Zakonisht projektet e mëdha kërkojnë guxim. Saroni, kërkojnë guxim edhe studim për njerëzve që e njohin. Hekurudhat, mos harroni, hekurudhat kanë filluar para transportit rrugor. Edhe ajo nuk mundet më zhduk që shmenojmë na. Sigurisht se konkurenca është jashtëzakonisht e madhe. Por na jemi ekspertë ata thotë se na duhet tash të për me llogarit. Nëse një kamion me një sistem për sokë, për shembull për 20.000 ose 40.000 kg, ai mundet me tërheq një vagon, mundet me tërheq një lokomotiv 40 asibator. Do të thotë edhe run 40 tonë. Këtu më thonë, që mundet edhe më shumë treni tërheq, që do të thotë na kena me rujt edhe e kurudhën, po edhe çmimi është shumë i ulët për transportin e këtyre mondave masive. Pastaj nëse ti merr transportin prej Kinës ose prej Shtetit të Bashkuar me metodën e transportit multimodal, Shqipëria është shtet që e ka njoft Kombet e Bashkuara, është shteti i Kombeve të Bashkuara, edhe që këtë lloj transportit që do të thotë që agenti nuk ka nevojë me hap nasni kufik shteteve tjera përveç në fillim dhe mbarim, atëherë sigurisht se kjo është privilegji jona e Kosovës, që edhe na mund të bëj transportin prej Brazilit, prej Kinës ose prej Afrikës përmes transportit detar, pastaj edhe përmes transportit hekuror. Praktikisht në lidhje direkte me BE-n. Po. Drejt për drejt, jo lidhje, po drejt për drejt edhe si vin kohë, mund me përdor pastaj edhe llojin e transportit që unë shpesh herë tham të integruar me bashkarisht me transportin inteligjent, edhe pastaj mund me përdor edhe me mjete tjera transportit rrugor, që na quajmë edhe transporti derë në derë, që i bashkangjitet edhe transporti i korridor detar ajror edhe rrugor. Pra, gjitha llojet e transportit që të shkojnë edhe me transportin inteligjent, bashkarisht me transportin integral, pastaj edhe nëse aplikojmë edhe transportin multimodal, ajo Komision për Ekonominë e Kosovës, Shqipërisë, po thamë edhe krejt Ballkanit, disa edhe pjesës tjetër të Evropës, Komision e mrekullueshme. Po, e jo në është që na me bë dursim, na me bë dursim funksional me
transportin hekurëdhor, edhe transportin rrugor, edhe sigurisht edhe portin e Shëngjinit për disa mona që nuk e kanë për shembull peshën shumë lloj, që mund edhe aty mund ngarku edhe më orë këtë pjesën e balkonit perëndimor dhe me vazhdu pastaj edhe nazi. Pra, pozita strategjike e transportit hekurëdhor jashtëzakonisht është e volishme në krijimin e lidhjes prej Shqipërisë, Shkodrës edhe lidhjes me Gjakovën. Shqipëri na kemi infrastrukturën hekurëdhore të gatshme deri me Nish. E kemi për shkak kjo do del prej Gjakovës, a do del në mund të rehabilitohet ajo ekzistuese? Po sigurisht rehabilitohet ajo për një kohë shumë shkurt. Lutna, po nuk është ajo e shkatruar total deri në skajp. Na kemi bërë rehabilitimin e hekurëdhës për Shkop. Tash do të vazhdojmë edhe për Pejë edhe për Prizren, por ne inshallah nuk do të ndalemi. Edhe pikërisht është që ai rehabilitimi i hekurëdhës që do të vjen për shembull prej Gjakovës deri në Zerze, sigurisht aty është edhe trajektoria më e shkurtë. Zerze është një stacion hekurëdhor, është shumë i madh, shumë i mirë, shumë i ka çak edhe llojet e transportit tjera që na i kemi, që unë më mend si djalë i ri aty, edhe thjesht në qoftë se lidhet aty, lidhet me Prizren, lidhet me pjesën tjetër të Prishtinës, Pejës, Nishit, ku doni për edhe për Beograd, do thotë çdo gjë që është e lidhur për Shkup, çdo gjë që është e lidhur transporti monave me përmes hekurëdhës, komo i nivelit jashtëzakonisht mirë. Po, edhe diçka zoti Dedaj. Me që Kosova ka një relief më të butë dhe si hapësirë është më e vogël, del se për ne do të jetë më e lehtë. Shqipëria ka një relief krejt ndryshe, shumë më të egër, sidomos pjesa e veriut do të kaloj kjo trase. Atëherë, a do të merren vesh dy shtetet që ta ndihmojnë njëra tjetrën, apo secila do të barë shpenzimet e veta? Si do të ndahet kjo? Që unë e kam përmendur në emision, në 2003 ne kemi shtruar rrugën asfaltuar për Bajram Sur, edhe pikat doganore mes Shqipërisë dhe Kosovës kanë qenë 1 kilometër larg. Prej pikës tonë doganore deri te Shqipëria nuk ka pas asfaltuar. Na kemi asfaltuar 1 kilometër në hyrje të Shqipërisë. Ky shtet mund nuk ka kufi. Mos harroni. Edhe momentin kur ka qenë Bajram Rezepi, i ka thonë ministrit tonë Zefit, ka thonë Zef, e ke shtruthet edhe për te kufive tonë, jo, thotë e kom shtruthet, i kam bashku 2 pikat kufitare, thotë se edhe atje edhe në tonë është jeti jonë. Ajo që unë ty du m'ju thonë është, që na mas lukës, nuk kem kufi, e ju në është që me realizu projektin e ndërtimit të hekurëdhës, do të thotë, qeverit që shbin të akord për investimet barabarta, ose investimet aj që ka ma shumë me proporcion 3-4, 2-4, 1-2, ose si çfarë do marrëveshje se të arrin mrena qeveris, që ata duhet më morë me këtë problem, ata duhet më morë me grupe punuse, duhet më morë me thith donacione, me thith investime për bankave botnore, si një projekt i përbashkët. Po. To projekt cila do se thërë donacion, ajo duhet minimum njona tjetrit edhe na duhet me realizu këtë projekt. Na nuk guxojmë më thonë se unë e kam linin prej këtushit të deri në Shkodër. Jo, deri në Kufi. Jo, linia Gjakov Shkodër o që ke kostë edhe jenë të na vit mi mbëllu parët. Më sarrëni tu përkthena pak tu elementet e tu siguria në komunikacion rrugor. Shqipëria i theth 3 milion euro për siguri rrugore nga Kombet e Bashkuara. 2-3 milion euro. Kosova nuk e thet asnjë lek. Për shkak se na nuk i kemi institucionet përkatëse, nuk kemi projekte për sigurisë, se mu vetëm përmes Shqipërisë Kosova mi bë projektet e sigurisë, mu aplikon Kombet e Bashkuara, edhe atje mi dhon prioritet edhe detajeve të cilat Kombet e Bashkuara. Identik tash e kemi edhe këtu. Nëse na nuk kemi njerëz profesionista në kuadër të Kosovës për ndërtimin e hekurëdhëve, për strategjinë e krijimit të hekurëdhëve, sigurisht se mëse ne na kemi me dështu. Po na duhet me pas njerëz profesionista edhe të financave, po edhe njerëz të profesional të projekteve hekurëdhore, në mënyrë që mi fut mrena edhe ata pastaj me luftu edhe për mbledhjen e financave, ose mas mbrëmje 2 miliard euro nuk janë kush e diçka shumë e parë sa i përket buxhetit shtetëror dhe me fillu vetë. Qartë, zoti Dedaj, qëndrome ne të lutem sepse do kaloj linjën në Tiranë, mbase do transmetojmë kronikën e Malit Zi, ja o si thua. Po, ja transmetojmë kronikën e Malit Zi, kemi edhe ne këtu në Tiranë, të përgatitur nga kolegu Senat Gilaj.
i cili ka të ftuar doktor Nexhat Avdiun. Ta ndjek. Unë dëgjues kolegë dhe mysafir në studio, unë sot për temën me fjalë kam të ftuar siç edhe kemi paralajmëruar doktor Nexhat Avdiun, njës i komunikacionit rajonal e profesor i gjeografisë turistike. Unë fillimisht do ta përshëndes profesorin e nderuar, duke i dëshuar mirëardhjen në emisionin tonë dhe duke e falendëruar që gjeti kohë të përgjigjet ftesës sonë. Përshëndes të gjithë dëgjuesit e emisionit Pa Kufi. Fillimisht doja të ju pyesja se si është gjendja jonë në Maltezi me infrastrukturën rrugore, sa jemi të lidhur me rajonin dhe botën. E dihet se komunikacioni është baza e zhvillimit të një shteti. Maltezi si shtet i cili është përcaktuar për zhvillimin e turizmit i nevojitet patjetër lidhjet e komunikacionit bashkëkohor. Komunikacioni rrugor është lloji më i vjetër dhe më i zhvilluar në Maltezi. Komunikacioni automobilistik në Maltezi është varur nga veçoritë natyrore, pikërisht nga relievi i lartë malor në brendësi të vendit, i cili përbën një ndër problemet kryesore të zhvillimit dhe hapjes së rrugëve në këtë pjesë të Maltezi. Maltezi ka trashëguar një infrastrukturë rrugore që nga periudha e Jugosllavisë, ku mungonin autostradat dhe kishte vetëm magjistrala, që ishte ajo e Adriatikut, dhe rrugë të tjera të tipit me 2 kursi, të cilat lidhin edhe pjesët e tjera të brendshme dhe zonat e tjera të Maltezi. Rrjeti rrugor në Maltezi vazhdimisht është nënshtruar riparimeve, zgjerimit të kursive, ndërtimit të urave, viadukteve, përmirësimit të kthesave, të gjitha këto me qëllim modernizimin e rrjetit rrugor në Maltezi. Kur flasim për zhvillimin e komunikacionit, padyshim se rrjeti rrugor në Maltezi vlerëson për të dëshiruar. Si problem më të madh në këtë drejtim paraqet pjesa bregdetare, sidomos magjistrala e Adriatikut, e cila përballon fluksin më të madh të lëvizjeve turistike gjatë sezonit veror. Punimet në rrugë, flukuri, pritjet e shumta e tjerë janë disa nga problemet që një turist përballet në rrugët e Maltezi. Hapja e tunit të Suzinës, ndërtimi i autostradës Podgorica-Korçë, e cila është një projekt i madh që do të vazhdojë deri në Bolare, kryesisht në duke lidhur malin e zi me Serbinë, rekonstruksioni i magjistralës së Adriatikut dhe rrugëve të tjera kanë ndikuar disi në përmirësimin e rrjetit rrugor në Maltezi. Megjithatë, mendoj se investimet në vazhdim në infrastrukturën rrugore që është duke realizuar qeveria e Maltezi me ndihmat e BE-s do të ndikojnë në përmirësimin e rrjetit rrugor në Maltezi, ku ndikim padyshim që do të ketë edhe në vendet e rajonit, si në zhvillimin e turizmit, tregtisë, transportit të madrave e tjerë. Sigurisht se përveç komunikacionit rrugor, për një transport më të mirë, si të madrave ashtu dhe udhëtarëve, është edhe komunikacioni hekuror. Si qëndrojmë këtu? Sot Maltezi ka diku rreth 250 km rrugë hekurore. Planet, siç dihet, janë që të zgjerohet rrjeti hekuror që Maltezi të lidhet në rrjetin rajonal të hekurorave, që do të ndikonte kryesisht në transportin, lëvizjen e madrave nga porti i Tiranit si dhe të udhëtarëve, të cilat e padyshim do të ndikonin në rritjen e ekonomisë në vend. Megjithatë, Podgorica të Maltezi përbën njën kryesore të shpërndarjes së rrjetit hekuror me qytetet e tjera të vendit, si me Nikšićin, Bjelopolen dhe po ashtu edhe me rrjetin e tjetër hekuror si atë me Serbi dhe me Shqipëri. Mungesa e investimeve, amortizimi i lokomotivave e të tjera janë disa nga problemet me të cilat ballafaqohet ky transport në Maltezi. A ka ndonjë lëvizje pozitive në lidhjen e rikonstruuar të Podgoricës dhe Shkodrës, e cila do të na lidhte me Durrësin, por edhe me jug të Evropës? Sa i përket projektit të linjës hekurore midis Shqipërisë dhe Kosovës, mendoj se do të ketë një impakt jashtëzakonisht pozitiv në ekonominë e të dy vendeve. Planifikohet që Shkodra të jetë si linja kryesore, pra lidhëse midis të dy vendeve, por e cila do të ndikojë
kryesisht mendoj edhe për lidhjen me Podgoricën, pra dhe do të ketë një rrjet të konsoliduar të transportit hekurudhor. Ka ardhur koha që e gjithë rajoni të lidhet me rrjetin hekurudhor, pasi ekonomia duhet të dalë mbi interesat politike, që për dekada kanë ndikuar në mënyrë negative në rajon dhe në Ballkan. Ju falenderoj që ishit pjesë e miqërit tonë pa kufi. Më lejoni që të përshëndes stafin tuaj në Prishtinë, Tiranë, Shkup, si dhe Radio në Malit e Zi, për emisione kaq me vlerë dhe aktuale që organizoni. Të ndërroj kolegë, këta është kronika përgatitur nga Radio Malit e Zi për këtë tenjte. Ju falenderoj dhe ju dëshiroj çdo të mirë. Për pa kufi nga Podgorica, Serant Gilaj. Faleminderit kolegut Gilaj, i cili kishte të ftuar doktor Nexhat Avdiun. Kjo ishte pa kronika nga Radio Malizi, nga Podgorica. Vazhdojmë bisedën këtu në Tiranë, me zotin Geri Selanica. Kemi dëgjuar edhe opinionin e zotit Dedaj, Nol Dedaj në studion e Radio Kosovës, dhe do të filloj këtë pjesë të dytë të bisedës me ju me atë një pyetje se si do të mund të ndaheshin financimet ose bashkë me Kosovën, domethënë si do të ndaheshin financimet në proporcion apo kush të ketë më shumë si apo para si është për rikëlloj e pumat të dy vlezëve që ndanë çokoladën. Problemi që kemi dhënë neve është që nuk i përzim Kosova financion pjesën e vetë, Shqipëria pjesën e vetë. Për shembull, nëse Hekurula bën 1.8-1.9 miliard euro, pjesa e Kosovës nuk bën as 150 milion euro. Domethënë as 10% e vlerës së Hekurulës nuk është pjesë e Kosovës. Për arsye se unë kam shkelur komplet me këmbët. Nga dhe qafë dhe Morinës, domethënë Kosova në qësa e përmorin vazhdimisht atë 1 kilometër që ta kanë bërë, ta kanë shuar rrugën Tropoj, tash i Kosova në qësa e është një tunel nga 6 kilometra, që është pikërisht aty poshtë qapë Morinës. Pra, doj Kosova le paguaj tunelet Morinës do të bëhet tuneli, do të kaloj lartë në se do të kaloj në rëgjep. Jo, nuk e kam parasysh fik qurmen, po, tash i Kosova po doj le paguaj tunelin komplet. Një kilometra tunel, hiç 10 kilometra tunel, sa milion euro mund bëj, apo ai vaga një logjik, po nga formacione. Tash ai shkon nga 20 milion deri 100 milion për kilometër. Dhe ki parasysh që kur janë tunele kaq të gjata, do të duhen 2 tunele. Pavarësisht se kur dash me një kalim, po 2 tunele dhe tunelin ndemës, emergjencës. Po, fatikisht duke bërë dy Hekurula po bën. Okej, mos ju kështu që po neve kemi dhënë modulimin shumë më thjesht. Shqipëria veç, Kosova veç, dhe Kosova i kushton Hekurula nga Qapmorina deri Merdara një 500 milion euro. Deri Merdara, jo thjesht deri në Prishtinë. Po si do presim kur ta bëjnë me fondet e BE-s, ta bëjnë pjesën tjetër. Okej, janë holësira ato, okej. Sepse kam për të pyetur edhe gjëra të tjera. Ne e dim se kemi parë situatën me Hekurula, si e kemi. Ju thatë sa Durrës Tiranë një odise e tërë sa vite. Por, tani, Shqipëria lidhjen e Hekurudor me Malin e Zi, okej, e ka patur, tani nuk është tani funksional, po do bëhet, domethënë segmenti Durrës, Vorë, Shkodër, Hanihotit, edhe Malizi. Ja, bëhet edhe lidhja me Kosovën. Do në zoti, sa më shpejt. Në Maqedoninë, si kemi punët? Apo si kemi fare? Tashti, ajo është Durrës, Rrugëzin, Elbasan, Peqin, Elbasan, Ogradec. BE-ja po e financot Hekurulën nga Durrësi dhe në Ogradec. Do të kesh parasysh që nga lini dhe në Kërçovë nuk ka Hekurulë, janë 80 kilometra, dhe terreni është paq i vështirë sa që dhe nga Alpet tona. Autostradën ka nisë pa 10 vjetësh kemi dhe ta bënin dhe nuk e bënin dot. Ki parasysh që Hekurula ka veçësinë inxhinierie disa herë më të lartë se autostrada.
Me UNESCO aty në nuk është punë UNESCO ajo, po Strugës. Kinezët kanë pasur strategji për bllokimin e korridorit 8 dhe për promovimin e korridorit 10. Nësa neve kemi aksin tjetër, për neve korridori 8 është i rëndësishëm. Kështu që, problema që duan dalin në Durrës. Le dalin nga Kosova. Po, i bie që kështu. Jo, nuk i bi fare ashtu se Shkupi është direkt afër aty. Po, Hekurulla nga Lini në Plotshov do të 2 miliardë euro. 2 miliardë euro buxheti i Maqedonisë nuk i përballon dot. Por që në momentin që ndërtohet Hekurulla Shkodër Gjakov, automatikisht Hekurulla nuk ka asnjë lloj vlere për ndërtuar nga Lini deri në interesant. Po me Greqin, a ka në një po pse do të me Greqin? Jo, si shtete kufitare. Nuk ka ndonjë është një projekt për të vazhduar nga Pogradeksi deri në Follorin për të lidhur me Selanikun, por nuk është interesi në kombëtar që të lidhet me Greqin. Okej. Atëherë, ju kam dëgjuar në media keni diskutuar edhe për atë që Hekurulla Shkodër Gjakov ose Durrës Prishtinë është komplementare me portin e ri të Durrësit. Patjetër, këtë e një. Është i zemra me aortën të Roman. Është i zemra me aortën. Ata është projekt po ta them shumë thjesht. Sa më i madh këtë porti Durrësit do akses në Hekurullë. Portët duan në Hekurullë, nuk duan autostrada, sepse autostradat e tha zotnia nga Kosova, që një kamion me 40 ton. Po. Një dojë me 40 ton, po vagoni, po treni me 1600 vagon, 1600 ton me 20 vagona. 20 vagona. Kështu që ullë koston, dhe plus me rrugë mund të shkosh maksimumi disa 100 kilometra, ndërsa me Hekurullë shkon me 1000 kilometra. Kështu që për këtë arsye Hekurulla është aortë e kombit. Autostradat nuk kanë rëndësi strategjike sa çka Hekurulla 1. Kështu që dhe plus kryesorja për siç është rëndësi strategjike për neve ka Hekurulla Shqipëri-Kosovë, ka dhe Hekurulla Malizi-Bosnjë. Nga Shqipëri në Mostar, neve kemi bërë projektin, një projekt i siç kanë bërë austrianët për të, ja kemi paraqitur qeverive të Malizit dhe të Bosnjës, vazhdimisht. Ajo neve na jep pavarësi hekurullore nga Serbia dhe na lidh direkt me Evropën. Në dalje tjetër, një aortë tjetër, se duhet të kesh parasysh që Hekurulla, që po flisë zotnia nga Podgorica dhe nga Podgorica, po Hekurulla nga Podgorica dhe në Beograd dhe nuk është Hekurull. Është për dalë shëtitje, sepse shkon 1100 metra mbi nivelin e detit dhe ka këndin pjesësin e ka shumë të madhe, nuk ban ngarkesë aksiale. Ti po të kalosh 2 milion kontenerat që po të planifikojnë në Porto Romano, a e shemen si Hekurull. Më kupton, e ka qenë Hekurull ushtarake, nuk është, domethënë, gjithë Ballkani ka një problem morfologjik. As Kroacia, Rijeka, nuk ka mundësi me shku në Zagreb, 120 km Rijeka-Zagreb, me tren e bon 6 orë. Kupton 20 km në orë, sepse do të gjitesh 800 metra mbi nivelin e rrjedhës me deltare. Kështu që nuk ka, nuk të gjë ka Slovenia, porti Kopet është 0, Ljubljana 730 metra mbi nivelin e detit. Kështu që këto rrafshnalta janë barierë fizike. Po tek Hekurulla Shkodër Gjakov, si është ky realitet? Sa metra mbi nivelin e detit trovoja di? Trovoja është bujani, stacioni në Cërnicë janë 250 bravo metër mbi nivelin e detit. Kështu që aty pjesësia është e rullit. Më kupton? Bile, një arsyet pse nuk shkohet paralel me rrugën e kombit, është edhe pjesësia, se tuneli i Sirës për shembull është 850 metra mbi nivelin e detit. Më kupton, kështu që edhe ka probleme në autostradë kur zbret për në Kukës. Po sepse Hekurulla do 0.7-0.8% pjesësi. Kupton? Kështu që nuk ecën do të krejtësisht paralel me autostradën. Ndërsa versionet nga Shkodra nuk kanë problem, po prandaj dhe ka tunele. Pra, Porto Romano është i duhet Hekurulla
Gjithashtu nuk bën pa Porto Romano. Asnjë rast tjetër, duke parasysh që Porto Romano është aseti strategjik më i madh i ekonomisë shqiptare, se përmjet asaj ne dhe projektojmë të gjithë ekonominë Se porti aktual i Durrësit, sigurisht. Porti i Durrësit korona njët e mdha. Porti i Durrësit është shumë për marrë as 10 metra thellësine, sa Porto Romano është modular. E kanë projektu 14 metra, por me pilota që ka mund ta thellosh sa duhesh atë. Kështu që Porto Romano është çlirim ekonomik i Shqipërisë. Pak vetë e kuptojnë këtë. Bashkë me Korudën. Po, zoti Sfinito, më falë. Më të ndërë shumë për gjithë shpjegimet që dhatë. Edhe shpresojmë të na vini përsëri kur të kemi komunikime për të tematika që specifike. Kur na aprovoi qeveria propozimin për ndërtimin e Korudës. Si e di që unë jam biznesmen, unë pa rezultate nuk organizohet. Kështu që kur ta presim shënitin, patjetër që do vim. Okej. Po ja, ju kemi dëgjuar tërë kohën, tani zoti Dedaj sigurisht do lidhet edhe me ato çfarë u thanë në studion e Radio Tiranës, apo jo zoti Dedaj? Po, ne të dialogojmë po të duan me zotin Selanita, ne po mbajmë mikrofonin hapur. Po. Që të të që njëfë edhe Korudën edhe ishtë Jugoslavisë, prej Kroacisë deri ka. Mirë në aspektin ekonomik ka sqaruar mirë i biznesmeni, po megjithatë në aspektin profesional ne duhet më ndalë edhe me këqyrë mi bashku e Korudha tona, për shkak se kroatë kanë eksperta që është zakonshëm, sa i përket e Korudës, edhe Malezes kanë. Mos harrojmë edhe Bosnjak, e ju na ka qenë edhe është sot prioritet, se qysh na me zhvillu bashkërisht me Shqipërinë llojet e transportit, pastaj me dalë edhe prej Kosovës ose prej Shqipërisë në për vende tjera. Ajo është shumë e rëndësishme që nuk e përmendni fare ai. Është transporti detar. Transporti detar është më i rëndësishëm se sa të gjitha llojet e transportit, për shkak se gjitha mollët masive, vinë prej mesdhëut, prej shteteve tjera. Edhe që sillen deri në port. Porti i Durrësit sigurisht se duhet me zhvillu. Portin e Vlorës sigurisht se duhet me zhvillu. Portin e Shëngjin duhet me zhvillu. Ne kemi 3 porte, ndoshta ka edhe më shumë, mbi përmendni këto që i kam lexuar për to, janë portet të cilat e parandalojnë transportin e mollave në detin Adriatik, mund me dobësu ekonomikisht portin e Tivarit, në Molitzi, pastaj edhe portin e Rijekës në Kroaci. Ajo se duhet më konë qëllimi jo në zhvillimi i porteve, edhe zhvillimi i transportit integral prej detit në Hekorudh, pastaj prej Hekorudhës me përmes mjeteve rrugore dhe deri te veni i destinumit, që na quajmë si transporti deri në derë. Pra, kjo është ajo që na duhet me zhvillu. Kostoja financiare, që u përmend, Kosova 150 milion, pastaj ajo tjetra i mbetet. Biznesmeni tha se nuk është ajo sikur se vllazën kodohen. Harrone të kaluamën. Sot jemi një territor dhe sot na duhet më ulë dhe me diskutu çështjen që sa më shpejt me realizu projekte tilla. Jo me nau të rek. Na kemi pas transportin rrugor, pjesën e trasës kombit edhe pjesën tonë të rrugën autobusën Ibrahim Rugova, që e kemi realizu brenda kostove tjera. Shumë është e rëndësishme që të nderë dhe punën që e merr një kompani e cila është profesionale për ndërtimin e Korudhave, e cila është jo profesionale që ne do të na zhagitet edhe me vite ndërtimi. Pra, si e mendoni zoti Dedaj, për sa kohë parafërsisht mund të përfundoj si projekt duke pasur parasysh vështirësitë në relievin e Shqipërisë, sidomos te tunelet? Unë ty do më të regu se cili projekt, se cila kompani e cila është profesionale për me zhvillu e ka gentogramin. Mos harroni se kompania amerikane e cila ka ndërtu autobusën tonë ka pas gentogramin, e në bas gentogramit ka funksionu. Tash, për shka hangërëm na penalin, prej 52 milion, 54 milion nëse sa po ajo, nuk do më hina tona, e hangërëm për shka bënesës pagesave. Jo për shka bënesës punve. Sakt. Jo,
po për shkak dhe nes pagesas, për shkak se aja ka pas një ketograf, në qoftë se mos harroni Kosova, ajo nuk isha rritë që përmes getogramit me realizu punën, atër Kosova ja kish fut penalin kompanisë ndërtuese. Po ajo nuk e ka liju atë. Nuk e ka liju. Po ka bën ndërtimin, mrena fateve të caktuara e ka bën edhe këtë farë fuqizimin e autoudhës. Pikërisht është kjo që kompania cila merr me bën ndërtimin e korrudhave, duhet me pas kentogramin e fillimit edhe mbarimit punëve. Sigurisht që do jetë një kompani e madhe dhe shumë serioze për të bërë një projekt kaq të madh. Sigurisht. Po sigurisht, se nëse na marrim në kompani që i ka 2 kamiona në përkullin sikur se kanë ndodhur në Kosovë, atë ka më zgat. Ajo sigurisht se zgat edhe 50 vjet. Po derisa na do të merrem me një tender ndërkombëtar që do ta marr dikush shumë serios, do të na kallëzon afatin kohor, do të ulën ekspertë, do ta diskutojnë kentogramin, do ta diskutojnë fazat e ndërtimit kësaj e korrudhës, pastaj sigurisht edhe na duhet më kot përgatitën atë financiarisht që me bë pagesën me kohë mos më ndodh sikur me autobus. Po. Kjo është ajo shumë është e rëndësishme. Unë e pova se ata kishin pak frikë prej buxhetit. Unë nuk kam asnjë frikë prej buxhetit, ju kallëzoj këtu, për shkak se ekziston mundësia sidomos Shqipëria i ka dyrt e hapur në përgjithësa bankat për më mujt me marrë kredit buta. Sigurisht edhe na si Kosovë kena mundësi për më marrë edhe kredit buta për me bën ndërtimin e korrudhës. Korrudha jon në krahasim ata territori shqiptar është hajgare. Është shumë hajgare. Për shkak se na deri në zërze e kemi ndërtim të korrudhës, zërze deri në fush Kosovë ose deri në Prandaj e mendova të participojmë pak që ta lehtësojmë edhe punën e Shqipërisë, sepse atje ka koste shumë të lartë. Na, shishani, ajo që unë të thash nëse do 2 vllazërit e kanë do tokën, jo gjakin. Edhe pikërisht është ajo se sigurisht se na si Kosovë unë tregova më e kemi shtruar edhe Shqipërisë kemi shtruar 1 kilometër. Rrugë për shkak se Baramcur nuk kanë rrit. Qeveritë e Shqipërisë me shtruja kemi shtruar na. Na si Kosovë 2003-2004, kështu këshyrin dokumentat në ministrit. Ai është fare pak po flitet për 36 kilometra tunel, zoti Dedaj, 36 kilometra tunel një kosto maramense. Po. Nuk është. Po. Kosta ja. Që inxhinieri ka me miliarda investime. Zoti Dedaj, ne ju falenderojmë shumë. Po. Unë ndëgjova këtë autostradën se amaron më zi. Shteti Malazes gati ka devalvu. Gati ka të shtu, për shkak se nuk ka pas buxhet, e ka shtu Evropa, ka shtu, e ka dhënë parat edhe kanë pagu Kinën. Do të thonë ndëgjova fort mirë rrjetin e se ka shku. Po Kosova edhe Shqipëria kanë tjetër pozicion, sa që mund njëna tjetër smiti mund. Unë flas mindë mund një vllazërore, mënyrë që me pas dyert përfitimin e kjo. Le tjetra dhe me dhon huvlla ose çfarë do forme tjetra, po ata të cilët uzhin tavlinës e bëjnë zinën. Me nësi projekti të realizohet. Zoti Dedaj, faleminderit shumë që ishe sot në emisionin Pakufej. Faleminderit për kontributin, na vjen mirë për optimizmin tuaj dhe shpresojmë që të bëhet realitet sa më shpejt. Përshëndetje nga Tirana për zotin Dedaj. Po me vete. Po ja. Faleminderit. Këtu po e mbyllim disa gjitha për këtë emision. Dashur dëgjues miq të Pakufej, folëm për infrastrukturën rrugore në vendet tona, kryesisht folëm për projektin e korrudhës Shqipëri-Kosovë. Në studion e Radio Tiranës unë isha me zotin Geri Selenica, drejtori i Qendrës Shqiptare të Studime Strategjike. Faleminderit edhe një herë zoti Selenica. Në studion e Radio Kosovës me kolegen Mirvete Uka ishte zoti Nol Dedaj, eksperti telekomunikacionit. Nga studio e Radio Malit të Zi, kolegu Senat Gila në përcolli opinionin e doktor Nexhata Avdiut, njohësi i komunikacionit rajonal. Në unë jam Gjeka mirë të gjofshim të ejtën e ashme me një tem tjetër të cilën do të propozojnë kolegët e Radio Kosovës, kolegja Mirvete Uka. Mirë të gjofshim.